I nxehti është I madh, por më e madhe është dëshira për ta përcjellë skuadrën e zemrës. Tifozë të shumë të Anglisë e Gjermanisë u mblodhën tek fan zone për ta përcjellë klasikën europiane të futbollit, madje edhe ata më të vegjëlit. Unë jam për Anglinë dhe po fitoj Anglia, unë do jem më e lumtur në botë. Të dy kombëtarët kanë shumë tifozë në përballë, por të marrëdhën në Tiranë kishte më shumë nga ata gjerman. Fitoj Gjermania më plak normal. Duhet fitojnë këta. 3-1. Rezultati Gjermania fiton 2-1. Ata anglez, megjithëse më të pak në numër, ishin shumë të bindur në fitore. 2-1 fiton Anglia. Harry Kane dhe Jack Grealish. Kur nisi ndeshja, sytë të gjithëve u kthyen nga ekrani I madh. Pritjet ishin të mëdha, por 45 minutat e para nuk dhan asnjë gol. Prandaj edhe kritikat e tifozëve nuk munguan. Po tash kishte raste për me bëu edhe ne gol, ne po Werner lojtar Tërbunit, jo me 100 lojtar Gjermanie. Një tjetër tifozi, përveç mungesës së goleve, po I pengonte edhe diçka tjetër. Dale dielli me paçat më. Megjithatë, optimizmi për pjesën e dytë nuk mungonte. Si tifoz I Anglisë jam, e bën Kane dhe fiton Anglia. Dhe me penallti dhe në shtesë fiton Anglia. Unë besoj që 3-0 del sot për Gjermaninë. Madje as këshillat për mënyrën e lojës. Mes fusha. Gjermania do duhet luaj kryesisht nga krahët shumë. Anglezët shënuan 2 herë përmes Raheem Sterling dhe Harry Kane. Të dy gola shënuesit I kishte gjetur sakt një tifoz në pushimin mes pjesëve. Harry Kane ose Sterling. Anglia fitoi takimin dhe siguroi çerkfinalen. Tifozët anglez ishin në ekstaz. Fitoren e gjermanëve u dha shumë shpresë. Coming home, it's coming home. Yes! Edhe ata vendas gëzimin e kishin të madh. Po Anglia është për herë kampion, finale. Absolutisht që pa futbolli do kthehet në shtëpi. Ndërsa për tifozët gjerman, europiani mori fund të martën. Prisja fitoren, po që nuk e shoh me europiani sepse kaq. Për tifozët e futbollit, europiani vazhdon të premten me 2 ndeshjet e para çerkfinale. Tifozët anglez presin ndeshjen me Ukrainën një ditë më vonë, me shpresë për finalen e madhe në Wembley.